Koncerti instrumental Impuls ngjiti në skenë orkestrën frymore të Durrësit, të shoqëruar dhe nga instrumentistë e orkestrës së Shkollës Artistike Jan Kuguzeli. Një miksim i bukur mes instrumentistëve profesionistë dhe të rinjve që aspirojnë të marrin stafetën në të ardhmen, por njëkohësisht një miksim repertori, ku pjesët e kompozitorëve të famshëm botror ndërthureshin bukur me disa nga veprat e emrave më të njohur të muzikës shqiptare. Në programin artistik ishin përfshirë veprat e autorëve, Verdi, Strauss, Dungu e të tjerë. Është koncerti i dytë për këtë vit. Jemi përpjekur dhe kemi dashur që të jetë në program një gëzhetim i pjesëve më të bukura shqiptare dhe asaj të muzikës huaj, qoftë periudhës klasike dhe romantike. Kemi të ftuar disa nga nxënësit e shkollës së muzikës, që luajnë si solist, por dhe në orkestër, edhe si këngëtare, së bashku me mësuesen e saj. Kemi menduar të bëjmë këtë bashkëpunim, por të dhënë mundësi nxënësve dhe të rive të njohin me skenën dhe për të krijuar një bazë që edhe në të ardhmen të jenë një pjesë mbështetëse e programit tonë. Për mësuesen e kantos dhe sopranon Ilcit Çullhaj, kjo ishte e hera e parë që ngjitej në skenë së bashku me orkestrën frymore. Si para çdo koncerti, emocionet ishin të shumta, po përzgjedhja kujdesshme e repertorit solistik e bënte më të lehtë për spektatorin që të mirëpriste interpretimin. Shumë e lumtur të jem pjesë e orkestrës frymore të Durrësit. Është një eksperiencë e re për mua, të cilën e mirëprita me shumë kënaqësi. Do të kemi në repertorin vokal dy këngë shumë të dashura për publikun, si Sherzare Trëndafile dhe Kur më vjen burri nga stani, për të cilën jam e sigurt se publiku do t'i këndoj bashkë me ne. Gjithashtu edhe nga repertori huaj kemi një këngë shumë ekspresive, siç është La Spanjola. Ky është koncerti i dytë për këtë vit për orkestrën frymore, ndërkohë që në programin artistik vjetor janë parashikuar dhe 4 koncerte të tjera.